Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka theksuar se Serbia duhet të punojë në drejtimin që përgjegjësit për sulmin në Banjsk dhe për atë ndaj trupave të KFOR-it në veri të mbahen përgjegjës. Në sulmin e 24 shtatorit të vitit 2023 në Banjsk, që u krye nga një grup i serbëve të armatosur, pati mbetur i vrarë rreshteri i policisë Afrim Bunjaku, teksa në maj të një viti më parë me 10 pjesëtar të KFOR-it janë lënduar në dhunën që shpërtheu kur qytetarë serb protestuan para objektit komunal në Zvečan kundër vendosjes në tokë të kryetarëve shqiptar. Tek foli në konferencën për shtyp në Bruksel në prag të nisjes së takimit dyditor të ministrave të jashtëm të NATO-s, Rutte ka thënë se për çështjen e përgjegjësve për sulmet në Banjsk e ndaj trupave të KFOR-it në veri, ka biseduar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Për sa i përket Banjskës dhe sulmit ndaj trupave të KFOR-it, serbët duhet të punojnë për përgjegjësi. E kemi folur këtë me Vučićin në telefon, por edhe kur kemi drekuar në Bruksel 2 javë më parë. Ai ka theksuar se Aleanca e NATO-s është e përqendruar në situatën e sigurisë në Kosovë dhe ka shtuar se duhen bërë përpjekje që kjo situatë të mbetet stabile. E tek ka folur për deklaratën ushtarake të nënshkruar kohëve të fundit midis Kosovës, Kroacisë e Shqipërisë që janë anëtare në NATO, Rutte ka thënë se për të tilla marrëveshje vendet aleate vendosin individualisht. Stabiliteti në Ballkanin Perëndimor është shqetësim i madh. Kjo është arsyeja pse NATO-ja është e pranishme në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Kemi 5 aleat, Malin e Zi, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Kroacinë e Sloveninë dhe të gjithë punojmë ngushtësisht së bashku, por duhet të përmbahem pak nga komentimi në çdo zhvillim. Ministrat e jashtëm të NATO-s janë mbledhur në Bruksel për takimin dyditor në të cilin do të diskutohet për përgatitjen e samitit të ardhshëm që do të mbahet në fund të qershorit në Hag. Takimi dyditor që në fokus ka luftën në Ukrainë, nis të enjten, zhvillohet pak kohë pas vizitës së Ruttes në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Këto vizita zyrtar të NATO-s i kanë kualifikuar të mërkurën si dëshmi të prekshme se Ballkani Perëndimor mbetet lart në agjendën e Aleancës Veriatlantike. E një zyrtar i NATO-s që ka folur për gazetar para konferencës së Ruttes e ka vlerësuar situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor si jetike për Aleancën dhe se nuk do të lejojë që ajo të rrezikohet.